Shtoja faktin këtu që tani proceset dhe afatet kushtetuese do të lëvizin, nuk është më që do të jemi peng i pyetjeve kushtetuese dhe pritjeve nga gjykata kushtetuese, apo ndërveprimeve që mund t'i bëjë parlamenti. Nëse nuk zgjidhet, nëse nuk formohet qeveria e Kosovës në afatin e parapam, të parin dhe pastaj të dytin, po nëse nuk zgjedhet parin, të 90% do të shkojë në zgjedhje, atëherë të shkruar në zgjedhje nacionale është reale. Mendoj që të gjithë duhet të synojmë, sidomos ata që janë thirrur, që janë zgjedhur deputet, që të formojnë institucionet e Kosovës, sepse ata janë votu për me formu kovend dhe qeveri, dhe për me marrë përgjegjësi pushtet. Njëjtën kohë është në interesin jetik të Kosovës që të kemi institucione funksionale sa më shpejt që është e mundur. Nuk e kemi luksin si Kosovë, si vend i vogël, që të vazhdojmë në një kohë kaq të gjatë me institucione në ushtrues detyre, sepse kjo bota po ecë përpara dhe nuk na presin neve. Ne duhet të jemi në hap me ta, përkundër që kryhen punë e përditshme, po ndryshe është, domethënë nëse përgjegjësia e plot, kur e ka ndryshe është kapaciteti i plot. A shep pozicionet aktualisht barikaduara? A shep nga dikush që dëshiron të bëjë koalicion? Po mendoj që Krasniqi sot u deklaruar hapës, thash nuk më shkon mendja dhe refuzojmë secilin kategorikisht, secilin bashkëpunim të mundshëm me partinë me televizin vetëndosje. E ceka edhe më herë, do mendoj që është për mua, nuk jam askush me as me kritiku zotin Krasniqi apo të tjerë, edhe më herët kishte deklarata të njëjtit. Edhe të njëjtit jetë, mendoj që për te inateve politike, mendoj që partitë politike janë për me marrë përgjegjësi dhe për me formu institucione. Për mua nuk është okay, mundesh me provu, po nuk shkon dhe nëse edhe politikisht është e lejueshme që me synuti me pas zgjedhje, nuk është e keqe me pas zgjedhje, po synimi është me formu institucione. Dhe të dy palët e kanë tani mundësinë me formu institucione. Herën e parë, partia e parë që i ka, herën e dytë, parti tjera nëse mund të bëjnë numra. Domethënë, synimi është kjo që mos të rrehem ose presim që ka me pas më një ka me pas ndryshim të madh të rezultateve. Shtoja faktin të i pas parasysh edhe zgjedhjet lokale. Unë mendoj që e shoni farë mundësie për te deklaratës kundërshtuesit të zotit Memli Krasniqi, mendoj që shoh pak një relaksim, po ndoshta kishin mujt shumë me pas një ndryshim me qasjes të partive politike pas zgjedhjeve, pas rundit të balotazhit, po atëherë do të jetë pak vonë, po mendoj që duhet të thirrin mendjes që të gjithë dhe të formojnë institucionet e Republikës së Kosovës. Peshosh që shumica prapë kanë me thonë, po thonë, po çka me formu se prapë do të shkojmë kemi marrë të kjo pikë në muajin mars. Mendoj që edhe nëse eventualisht na duhet me shkuën zgjedhje në muajin mars, më mirë të ketë institucione tani deri në mars se sa mos ketë institucione fare, sepse atëherë do të ndërthuren gjërat dhe do të komplikohen edhe më shumë. Unë shoh një relaksim dhe besoj që do të